Një njeri flet keq për gojan të gjithë, ndihet mirë në fatkeqësinë e secilit. Kjo më bën të ndjehem keq. Personi që i ka këto veti, pas ka veti të munafikëve, të dyftyrshve. Besimtari nuk përgojan. Besimtari nuk flet keq për të tjerët. Besimtari ndjehet keq kur tjetri ka një fatkeqësi. Prandaj, ky person çka të këshilloj ty që ti mos mund ndje keq. Me e këshillu, direkt me i thonë këto çka po i bën nuk janë mirë. Normal me zgjedh forma të arsyeshme, të mira, me qetësi, me edukat. Njëherë 2-3 e këshillon. Nëse sheh se nuk ka përmirësim edhe s'po mundesh me ndiku taj, që ti mos mund ndi keq, edhe ti mos me pas hise në këto mëkate, përgojime e tjerë, largo prej ti. Sepse kur ai ndjehet mirë në fatkeqësitë e tjerëve, mund me ta smu zemrën edhe ty. Pra mund me ndiku te ti. Çka me bën? Largo prej ti. Bojkotoje, ose nëse ke patjetër me pas punë me ta, vetëm zyrtarisht. Në momentin që e kryen punën, ik. Mos rri me ta. Kjo është këshilla ime, shpëtoni veten tuaj nga këto budallë që thyen njerëzve.